Policia e Vlorës ka zbardhur aksidentin rrugor të ndodhur pas ditën e të martës në qytet, ku një drejtues i automjetit pasi përplasi një këmbësore në vija të bardha u largua nga vendngjarja. Aksidenti u shënua rreth orës 16 në segmentin rrugor transballkanike në Vlorë. Në datën 30 shtator 2025, rreth orës 16 në segmentin rrugor Gjergj Kastrioti, një shtetas gjatë drejtimit automjetit të tij aksidentoi një shtetase këmbësore 55 vjeçe e cila ishte duke kaluar në vendkalimin e këmbësorëve dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Si pasojë 55 vjeçaria mbet i dëmtuar e aktualisht ndodhet ende në spital nën kujdesin e mjekëve, njofton në policia. Pas këshyrjes së kamerave të sigurisë dhe mbledhjes së dëshmive nga shërbimet e policisë rrugore në Vlorë, u arrit edhe u bë i mundur identifikimi i automjetit që shkaktoi aksidentin si dhe drejtuesit të tij. Policia bën me dije se në vijim të veprimeve u bë i mundur lokalizimi dhe arrestimi i shtetasit me iniciale XR, 29 vjeç banues në Vlorë, i cili pasi kishte aksidentuar shtetasen me inicialet ZM, 55 vjeçe, tentoi t'i shmangej përgjegjësisë duke fshehur edhe automjetin, i cili u gjet dhe sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në komunikimin e saj zyrtar, policia bën me dije se dosja tashmë gjendet në prokurori për veprën penale, shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor dhe largim nga vendi i aksidentit.